حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të nderuar vëllezër dhe motra musliman, mirë se vini në emisionin e radhës pyetje dhe përgjigje nëpërmjet Facebookut dhe krenarisë në emisionin 30 të radhës. Shkojmë te pyetja pa humbur kohë fare. Përshëndetje hoxhë nderuar. Unë jam një besimtare që falë namaz, jam ende re, por para 4 vite më ka vdekur nëna. Më kanë thënë se mbas çdo fundi të namazit përveç lutjeve që i bëj, është mirë që të them surën e Ikhlas apo tek ne njërë se kullu vallah 7 herë. Për shpirt të nënës time, ju lutem të mas qarani këtë sa është të dobishme dhe preferuar ke për nënën time që ka vdekur, sepse kam lexuar se një të vdekur i mbyllet tefteri kur shënon të mirat, sevapet dhe gjënat gjatë jetës përveç lutjes së evladit për prindërin. Allah është përbleft. Jo, nuk është vërtet që përpas evladet për prindin, por ka dhe të mira tjera të cilat i shkojnë njeriu të vdekur, i shkan istikfari, i muslimanëve, kur bin musliman të istikfar për te, krejt musliman bin istikfar, për shembull, ne themi Allah pas mëshiron nanën tane, akrabaja të afërt musliman pranohet për te. Pastaj nëse kalon ndonjë sadaka, ka ndonjë lëmosh, kalon përmas, kalon hajrat, kalon dije e tjerë, i shkojnë, por një për rrugë që është më rëndësi për ty këtë për momentin, është që fëmiju e vladi e hajrit, sikur të inshallahu taala, me lut për prindin tënë, me lut për te, jo me lexu Kur'an, me thonë kullu vallahu 10 herë pas më herë, por me lut për prindin tënë e motër, me lut për prindin tënë. Ne de facto për çdo namaz lutemi për prindërit e tanë, kur themi Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab, o Zot falë mua dhe prindët e mi dhe të gjithë muslimanët ditën që do të bëhet kiameti, ti lutesh për të çdo namaz, edhe pas namazit i qëndur të lutesh, po edhe në sejdë namaz e nafile, lutë Allahun azza wa jall. Me ta mëshiron nanën tane, mja bo varë nanës tane bashkë, për i bashkëve të gjenetit, kafsh për koshtëve të gjenetit, mja ndryqo varë, mja letësu jetën vërreza, mja falë mkatët, për dhe neve në taku neve bashkë me ta, mja përshu shpirtin asaj atje, dhe kështu me radhë Allah i madhruar me mëshirua nanën tane dhe mëshiru të gjithë musliman të cilët kanë vdekur para saj. Shkojmë te pyetja radhës. Asalamu alaikum, një koment për disa njerëz që po thojnë se men ngu e fe nuk bën as me hamur buk. Ata njerëz janë njerëz keqadashës dhe janë njerëz cilët tallen me fe, tallen me dinin Allahut. Sepse ke bie që feja pas ka ardhur me na ngarkue neve. Ke bie që feja ka diçka që e randë dhe njeriu çka të punon me fe, audhu billah, gati se o keq. Fjalë të tilla janë kufër. Fjalë të tilla qesin njeriu prej dini. Qesin njeriu prej dini. Hajgara bën me din të Allahut. Kur bën njeriu hajgara me din të Allahut, ka bë hajgara me Allahun azza wa jall. La ilaha illa Allah. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ka thënë Allahu azza wa jall thuaj atyre munafikave, ama Allahun, ama të dërguarin e tij, ama argumentet, ama Kur'anin, ama dinin e Allahut, po tallë ju njerëz. Qad kafartum ba'da imanikum. Ju keni dalë prej dinit, keni bë kufër tashmë. Është kufër, është dalë prej dinit, njeriu me bahegare me din, me thon dini nuk le me hamur as buk, ai cili ngan fen, ai nuk mund del prej dere. Allahu na rujt. Këto fjalë të rënda. Dini Allahut ka ardhur për me sistemue jetën e njeriu. Dini Allahut ka ardhur për me programue jetën e njeriu. Dini Allahut ka ardhur për me bën njeriu të lumtur, me ditë vlerën e njeriu jetës. Së pari, me ditë kuptimin e plot vlerën, me ditë kuptimin e plot jetës, vlerën dhe rëndësinë që ka jeta, sepse është një jetë. Njëherë ka lëzu kjo, nuk lëzon më. Me ditë vlerën jetës, pastaj na ka mësue se do të më njoft krijuesin tënd, do të më njoft madhështinë e Zotit tënd, do të më njoft vetveten tënde, do të më njoft të afërmin tënd, do të më njoft këtë gjithësi, do të më njoft mirat e kësaj gjithësie, më njoft me ditë si më shfrytëzue, si më jetue. Kështu ka ardhini Allahu azza wa jall. Dhe tani brenda kësaj janë disa të këqija që të kanë ndaluar, sepse të këqija për ty, para se me qenë për të tërkënd, të këqija për dunja, para se me qenë për ahiret, dhe të ka ardhur për të mira, sepse ato janë të mira për ty, për shpirtin tënd, për këtë dunja, para se me qenë për ahiret. E kush mund ta mohoj se namazi tazame nuk ka të mira për këtë dunja, sa është i pastër, sa është i freskët, më çon sabah
Allah me marrë avdes, e me fal namazin, me ras Zotit sejde, vetëm abdesa ka dobi, kush mund ta mohoj, sa agjerimin e ka dobi për shëndet, kush mund ta mohoj, kush është ai i cili mohon, sa agjerimin e ka dobi për këtë shëndet, kush mund ta mohoj, se mbulesa për femrën, nuk është hajër për te, për dynja, para se me qenë hajër për botën tjetër, kush mund ta mohoj, se kamata që ka ndalu Zoti xhaleshanuhu, kamata, kush mund ta mohoj se nuk është e dëmshme për këtë dynja, për njeriu para se me kanë për ahiret. Dhe kështu me radhë, pra brenda kësajna, këtij programi, të jetës, jeta program, Allah i madhruar, ka urdhëruar gjëra dhe ka ndaluar të tjera, që të cilat janë një interes të njeriu, të familjes dhe të shoqërisë. E mutall me këtu është kufër, me thonë se mengu njeriu i fen, nuk mundet me hangër as buk, Allahu na ruaj ya rabbil alamin. Allahu na ruaj për njerëzve të tillë, por na vjen keq se disa njerëz janë musliman, por e tolerojnë vetveten vet kafak, i japin hapësirë vetes edhe folin fjalë të tilla, të cilat kam frikë shumë se qesin në kufër. Allahu na ruaj. Andaj do të marrë istighfar për fjalët të tilla dhe mendimeve të tilla. Shkojmë te pyetja radhës të nderuar vëllezër dhe motra musliman. Thot desha ta pyes hoxhën për punën e krishterizmit, se do njerëz po thonë që krishterizmi është para fe islame. Çka kishte mujt më na tregue hoxhë në lidhje me këtë? Këta njerëz dojnë me thonë, ideja apo poenta qëndron këtu se apo ideja qëndron se krishterizmi është para islamit dhe islami është i vjetër. Andaj, ai që është më i vjetër, ka qenë dashur me qenë më i kthjellët, më i kulluar, më i mirë, islami është më i ri. Ai që më i ri, që ka mundësi me qenë më i mirë se sa që është më i vjetër. Për nga originaliteti, pra original është krishterizmi, por jo asnjëherë, astagfirullah. Islami jon, dhe islami Isaut, dhe islami Musaut, dhe islami Ibrahimit, dhe islami Nuhit, alayhis salam i Ademit është një. Pra islami nuk është i ri. Islami është i vjetër sa dhe vetë njerëzimi. Islami është i vjetër prej Ademit alayhis salam. Gjithmonë dynjaja ka jetu me islam. Gjithmonë Allah ka dërgu pejgamber që kanë thirrur në islam. Por ajo që është e re është shariati jon, po, legislatura, disa forma të adhurimit, disa halala dhe harame, po, por islami se islam ka qenë gjithmonë, për shembull, Allahu i madhruar ka thonë, për Ibrahim alayhis salam, kur ka qenë Ibrahimi, Allahu ka thonë, ma kanë Ibrahimu jehudian la nasraniyan, walakin kana hanifan musliman, wa lam yakun min al-mushrikin. Ibrahimi nuk ka qenë krishter, as nuk ka qenë evrej. Pse ka thonë kështu? Sepse edhe evrejt ja ka kujt, kanë thonë Ibrahimi është i joni. Edhe krishterët kanë thonë Ibrahimi i joni. Allah po thotë jo, nuk ka qenë krishter, as nuk ka qenë evrej, por ka qenë musliman Ibrahimi, la ilaha illallah, ka qenë musliman Ibrahimi. Ibrahimi alayhis salam, Allah po thotë për te, ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dhe Ibrahimi i këshilloi bejt e vet, por edhe Jakubi më pas i këshilloi bejt e vet dhe i tha, o ju njerëz, o ju vllatë të mi, o ju fëmijët e mi, Allahu ka zgjedhur për juve këtë din. Allah ka zgjedhur për juve islamin, andaj rujuni mos vdesni ndryshe vetëm duke qenë musliman. Fela tamutunna illa wa antum muslimun. Runu, o vllatë të mi, o fëmijët e mi, runu mos qëndzane vdekja ndryshe vetëm duke qenë musliman. Kjo kur Ibrahimi? Kur Ibrahimi? Më të Ibrahimi. Kur Jakubi? Më të Jakubi. Para Musaut, para zbritjes e Tevratit, para Isës, para zbritjes e Injillit, po pra, musliman. Pastaj, vetë Isa alayhis salam, o ka thonë gjematit vetë, havarijunve, popullit vetë, shokve vetë, misht vetë, që Allah ka të sejnë Koran. Felemma hasa Isa minhum al-kufra, qale men ansari ila Allah, qale al-havarijun, ahna ansaru Allah, amanna billah, washhad bi anna muslimun. Dhe Isa alayhis salam, kur evrejtit e iftar të shokët e ti, se nuk është puna bashmir, Isa alayhis salam i tha, fam të regoni mua, men ansari ila Allah, kushen miqtë e mi, shokët, të cilët më ndihmojnë mua në rrugt të Allahut azza wa jall. Havarijun, shokët e Isaut thanë, nahnu ansarullah, ne jena ata që ndihmojmë dinin Allahut, o Is. Amanna billah, kem besuar ne Allahun. Washhad bi anna muslimun, dëshmët e Is se ne jena musliman. Kush pa thot, i ftart
e Isaut, shokët e Isaut. Nuk ka të bëjë me krishterizëm Isau, nuk ka të bëjë me krishterizëm as shokët e Isaut, nuk ka të bëjnë. Isau musliman, shokët e tij musliman, por krishterizmi është më i vënshëm, se është rezultat i devijimit të Islamit që ka ardhur nga Isau alayhi salam. Sikurse evreizmi që është devijim i Islamit që ka ardhur nëpërmjet Musaut alayhi salam. Pra për nga ana historike është një periudhë që ka ndodhur para Islamit, para Koranit ton, po është një periudhë ku ka pësu devijim qefi. Për ndryshe, qaj Islam që ka zbritur Isaut, me pas vazhdu që ka qenë kohët Isaut dhe mas shokëve ti, dhe të shokët e ti, do të kishte qenë njëjti që ka qenë kohën e Musaut, që ka qenë kohën e Ibrahimit, që ka qenë kohën e Nuhit, dhe njëjti deri te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. E pastaj librat e shejta të zbritura kohë pas kohe kanë për qëllim për mi përtrije disa parime, kanë për qëllim me ndryshu disa sena të vogla në legislatur e jo në bazë. Pse në bazë jo? Sepse Allah gjithmonë ka qenë jo, gjithmonë ka qenë. E Allahu i ka thonë Ademit, e ka thonë Nuhit, e Hudit, e Salihit, e Shoaibit, e Ibrahimit, e Muses, e Ises, e gjithë pejgamberëve se Zoti një, se Zoti një, dhe kiameti hak, ringjallja hak, xheneti hak, pejgamberët e Zotit hak, melaçet hak. Këtu janë kushtet imanit, këtu nuk ndryshojnë. Allah kur nuk ka qenë dy, ka qenë gjithmonë i vetëm. Allah i ka dërguar të gjithë pejgamberët, te bareke ve taala, të gjithë pejgamberët. Me thjerë çka? Eni ibudullah, malikum min ilahin ghayru. Të gjithë pejgamberët e kanë pas këtë mision. O ju njerëz, adhuroni Zotin një, nuk keni një zot tjetër përpas Allahut azza wa jall. Pse kush tha pe pejgamberëve se Zoti ka evlad? Kush tha pe pejgamberëve se Zoti ka nevojë për mish dhe për artak? Kush tha pe pejgamberëve që Allah ka nevojë për shok e për rival? Kush tha pe pejgamberëve? Cili? Pra në bazë dini është një, ai është Islam. Ndërsa në legislatur po ndryshon. Ndryshon sepse njerëz më herët kanë qenë më të fortë, kanë bajt më shumë. Thuhet se agjërimi ka qenë 3 muaj ditë, njerëz kanë duruar më shumë. Ndërsa sot ndryshon, njerëz janë më adopt, andaj edhe shariati jon, legislatura jon ka ardhur me lehtë për njerëz. Ka ardhur për shtat kohës, vendit, situatës dhe rrethonave në të cilat ka jetu pejgamberi dhe muslimanët apo njerëzit në atë kohë, pastaj ma vonë, deri sot dhe deri në kiamet, ky Kur'an duhet mi përshtat të gjithë njerëzve, për atë arsye, në pajtim dhe në ujdi të krejt dietarëve Islam, njerëzit mëshëm nuk kanë dinë të Zotit diçka që është e pamundur dhe pa arritur, sepse me momentin që është e ngarkuar, me momentin që është e rënd e pamundur për me bajt, që s'u ne bën, bjen. Automatikisht bjen për dispozite. Për shembull, njeriu është i smut dhe agjërimi rrezon njeriu. Njeriu në smut rrezon ose që në spital ose myt krejt. Tash çka bëhet? Pra në këtë rast, që këtë dispozit, që këtë agjërim, që është farz kushte normale për të bu e ngarkuar apo e rënë, e padurueshme, dhe bjen. Dhe çka themi? I smut e han Ramazanin. Apo do të më falën kam, po mirë më të marr kam, më të marr met, tensioni i lartë, s'punosh me nejt në kam, apo s'punojnë kam ti ka marr Zoti, s'punojnë kam. Ç'a bën tash? Bjen çaj dispozit me qëndrun kam, se s'më duron, bjen krejt edhe falesh ulur, dhe kështu me radhë, nuk kanë din të Allahut në Islam, diçka që është e papërballuar. Nuk ka. Pra dini është i lehtë, kthehemi te Islami. Islami ka qenë gjithmonë një në baza, ndërsa në legislatur ndryshon prej pejgamber, prej shariati në shariat. Islami jon, Kurani jon, Islami jon në baza është ai që ka qenë kohët Ibrahimit, kohët Nuhit, kohët të Ademit, e të Musa, e të Isa dhe kështu me radhë, qysh seko. Më herët për Islami është një dhe të mbetet një. Për atë arsye ne si musliman jemi krenar. Ne ama pasus jemi ne të Musaut e të Isaut apo të krishterë dhe evrejt. Kush është më pasus? Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Nahnu haqqu bi Musa minkum." Kuna ka thonë? Ka thonë jahudive në Medine, jahudit krenohen, dhe mburën që kanë Musaun pejgamber, por pejgamberi jonë për thëtë, ne kena më shumë për parësin ndaj Musaut, se sa që keni ju evrej, sepse ju e keni lëshur rrugën e tina, edhe ndërsa ne kena në hak jenë rrugën e Musaut a.s. Njëjtën gjanë e them për kështarët sët, dhe them me kryelartësi, dhe me burëri, dhe me ndërgjegjet plot, ne më shumë e dojmë Isaun, ne më afër jemi Isaut, se sa që janë të krishterët. Isa është vëlla jon. Kush pe muslimanë pranon me fol për Isa në fjalë të keqe? Kush pranon? Del pe dinit.
Pra më shumë ne ngojmë, më shumë jemi në rrugën e Isaut, ne muslimanë, sepse është Islam edhe ai, sa qenë të krishterët, njëjtë gjatë të vrejt dhe kështu me radhë. Pra me plot krenari dhe mburrje, themi ne jena në rrugën e Isaut, ne jena në rrugën e Isaut, ne jemi në rrugën e Jakubit, e të Ibrahimit dhe kështu me radhë deri te Ademi alayhis salam. Dhe do të jem në xhenet bashkë me ta, sepse jena ata njerëz që kanë ruajtur misionin e pejgamberëve të Allahut azza wa jall. Shkojmë te pyetja radhës. Unë jam falë më herët, por tash po harrej me shku subhanallahu është haram i madh. Të lutem kthema përgjigjen. Ku më shku vëlla? Çish po harrej me shku? Ku më shku që po harron? Nëse thu po harrej me shku në xhami, do të më ta kujtu dikush. Nëse thu se po harrej më fal, do të më ta kujtu dikush. E bëri veti mas. Tutje Allahut azza wa jall. Bërë istikfar, la ilaha illallah, sepse drejt që i mallkuar, të bën me harru namazin, të bën me harru xhamin, të angazhon në këtë dynja, bërë istikfar, gjënahet të mëdha, rezultat vinë dhe gjënahet tjera, prej gjënaheve, subhanallah, Allahu na ruaj pe harameve, ya rabbel alamin. Falë namazin, o vëlla, falë namazin e bërë Allahut sejdë, pa namaz nuk të vjen jeta, pa namaz jeta njeriu nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim, jeta njeriu nuk ka kuptim pa namaz. Rruga e xhenetit është e mbyllur pa namaz, është e gabuar, e ke devijuar rrugën, është devijuar. Dhe dyert e xhenetit nuk hapen pa namaz. Ai i cili ja ka mësyer xhenetit, ai i cili don me i hap dyert e xhenetit, la ilaha illa Allah, duhet me fal namaz. Ajo puna është e kryer, është urdhër i Zotit tënd. Shkojmë te pyetja radhës. Selam aleikum, deshta me të pyet, a lejohet me fal me pantallona të shkurtur që janë më poshtë se gjuri? Shpresoj që të lexohet kjo pyetje, po inshallah, këtë po të lexohet. Nëse je mashkull, po bën më poshtë se gjuri më të fal, po më rëndësi është avreti të burrit të mashkull është prej kërthize, mos më të do kërthiza deri në ngu. Deri në ngu. Guni, simbas mendimit inshallah të fortë, nuk është avret, por kur zbulot guri, zbulot edhe një pjesë e kofshës. Prej gunit nalt, çaj ashtë deri të kthizat, është një ashtë çaj pjesa e kofshës që quajmë ne, është avret. Pra prej gunit deri në kërthiz, edhe kërthiza është avret. Duhet me mlu kërthizën. E nëse është në ngu, që nuk do këtë guni, bën me fal pa problem me emër të Zotit. Shkojmë te pyetja radhës. Jam një motër muslimane dhe falë namaz, dhe mundom të jem e sjellshme ndaj tjerëve, jam e martuar dhe kam 2 fëmijë. Pyetja ime është se një daimi më fajson se unë ju kam bërë familjes së tij se hira pa magji, dhe ka në shtëpinë time me gruan dhe vajzën e tij, më kanë rreh dhe më kanë shoh. Kanë thonë fjalë të dyta para burrë dhe fëmijëve të mi. Edhe pse unë ju kam betuar në Allah se nuk kam bërë se hire, por ata thojnë, pse ti ke thonë gjithë nuk bën me bajt hajmalia dhe nuk bën me ju besu atyne që shkruan fal në për letra, çka ju nuk kuptoni, për atë arsye më thojnë se unë kam drejtësin në trup. Për çata, unë nuk besoj se ata njerëz që shkruajnë hoxhë nderuar, të lutem. Ma jap një përgjigje se nuk e di se çka të bëj me qenë se edhe burrë shumë i hidhruar në dajen tim. Të lutem ma ktheni përgjigjen se nuk kam tjetër, kanë ta pyeti jam jetime, pa nanë dhe pa bab, Allah të shpërblet për këshilla të mira që po japni. Ti mua tërkohë ke sprovuar. Allahu te bareke ve taala kanë dënë sprovon. Pas ka të sprovu Zoti shumë. Ti je sprovuar me imanin tën, imani yt, bindja jote në Allahun dhe kuptimi yt i mirë i fesë. Ti shumë mirë ke këshilluar njerëzit, sa s'bën më marr me këto falltore me ato argat të dreqit dhe punojnë me dreq. Dhe s'ka nevojë bëjt hajmalia, sepse njerëzit mas para ato hajmalia mujnë me qenë pej fallit dhe është haram o kufër. Po dhe nëse janë me ajete koranore, njeriu nuk do të më mbështet hajmalis, por i mbështetet Allahut azza wa jall. Për atë arsye shumica e dërmuese ulemave kanë thënë edhe nëse hajmalia është me ajete koranore, prapse është më mirë mos me bajt, nga frika se mos njeriu po i mbështetet hajmalis, Allahu na ruajt. Hajmalia, jo vetëm hajmalia me disa ajete koranore, po dhe këtë Kur'anin me bajt me vete, çka të bën Kur'ani pa dashur Allahu azza wa jall. Andaj ne i mbështetet
mbështetemi Allahut të madhruar dhe prej këtij kërkojna me na mbrojt. Ti ke shpjegu tamam, që e ke marrë vesh, por dojën tani ka bë dreçi për veti, e ka bë dreçi për vete atë dhe familjen e tij dhe kanë dëshun ty dhe nart të kanë gjuh, e të kanë rre para burrit tën, por pirolla që të burrit tën se ko ka burr dhe musliman. Për ndrysh ata ishin do keq se marrë mja rrin njerit grunë në shtëpi, nuk është lehtë, por Allah është përbleft atë për sabrin që ka bë, edhe ty Allah të paguft, e ka më që përbly Allahu. Te ke bë ata që është dashur me bë, dhe që kërku prej te që është kërkuar, i ke bë be, sonje me pastërt, nuk ju kanë bë kur gjë Allahu na ruajt, por ata ka kanë tranu, i ka bë dreçi për veti. Dhe nuk e çka i bën. Burri është i hidhruar në ta, ka të drejtë plotësisht më hidhru burrin ta, dhe burri ka të drejtë me thonë ati dajes, më deri në kiamet ti shpinë tem nuk guxon me shkel, sepse daja e yt nuk ka të drejtë me shkel shpinë e burrit tënd pa lejen e burrit tënd. Sa ai nuk është shtëpi e dajes, është shtëpi e burrit tënd, ai nuk ka të drejtë, por atë ka bë drejtë për veti e Allah e ka nal burrin tënd, i ka thyu sabër edhe ty e Allah i shpërbleft të dyve dhe ju paguft. E këshilla për ty është të qetëso, mos të shti vete siklet. Nuk je para që sprovohesh. Njerëzit sprovohen, akuzohen moral. Aisha radhiyallahu anha gru më mirë se ti. Edhe se krejt dynjaja, dhe është akuzuar në moral. Dhe kështu më radh, Meriemja alayha salam është akuzuar në moral, la ilaha illa Allah, është akuzuar në moral. Dhe njerëzit akuzohen kush për atë dhe kush për këtë. Muslimanët sprovohen, por Allahu ka me qind selamet. Është akuzuar Yusufi alayhi salam dhe është futur në burg dhe ka qëndruar një kohë të gjatë, por Allahu nxorri pe burgut. Dhe spastroj, po edhe Aishën atje e spastroj, edhe ty Allahu, edhe Meriemën e spastroj, edhe ty Allahu ka më të spastrua. Me emrin ti te bareke u teala, elhamdulillah që ke atë burr e fëmijë, inshallah jeni në rrugt Zotit të tan dhe falni namazin dhe madhrani Allahun, e kjo kalon. Kjo kalon e dajes mi thonë Allahu të drejtoft dhe të udhëzoft se të nuk jenë rrugt të Allahut, se pas që në rrugt të Allahut nuk vjen muslimanës mesës tane, mi gjun shpe, e me tranu para burrit e para fëmijëve, nuk vjen. Duke mos e pasur asnjë argument, por thjesht dyshime nga djalli mallkuar, i cili ka marak me shtin nga tres njerëzit me zveti, në veçanti akraban, Allahu na ruaj. Shkojmë te pyetja radhës. Thotë kam dy pyetje, i fali 5 kohë namaz rregullisht dhe të varë gjyshës time i kam bjell lule, të cilat shkoj 2 herë në ditë dhe u jiti. A kam bërë mirë që kam bjell apo ka bëm gabim? Ja ke bë gabim, kërkon mirë se ke qellu hiç. Pse kush ka thonë që ke bë mirë? Kush ka thonë ti më shku me mjell lule, ti ke pa krishterta? I ke pa ti komunistata? Kush tha ti më shku me mjell lule të vorri? Ku e gjet ata? A gjetë të shënuar dikun, apo të thot dikush ka me lule? Me pas qenë ashtu, tona kishëm mjell lule në përvarriza. Kërkush nuk ka thonë, ajo është bidat, vorret lehen, ashtu që janë. Bën me rregullu vorrin ka pak, o fjala kanë herë shamet shumë, mja të bu dëdhe, mës përshlu kufoma, mja lani guri nanës të kryt, apo babës, e një të kamt, mja shënua një amen bën, sepse po përzijet për varrizave të shumëta, filani bia filanës, apo filani biri filanit, ka lind këtë vit, ka vdek këtë vit, edhe kaq me ditë ko vorri babës tanë, e nanës tane, këtu gjyshës tane, me lutë Allahun, me madhru dhe kaq. Ndërsa me mdje lule, kështu kërkush dynjat nuk ka thonë, ke bo keq, edhe letë thahen, edhe mësë mërë me të mo, mësë babidate. Pyetja e dytë, lejohet festimi ditëlindjes për shembull të përgatitet një ëmbëlsirë që hahet me antarët e familjes ose ndonjë kushëri apo me kushëri dhe lejohet me ja urue ditëlindje dikujt, Zoti shpërblet. Jo nuk lejohet as me festu ditëlindjen, as me mbajt ditëlindjen, as me qitë ndonjë ëmbëlsim për ditëlindje, as me uru një tjetrit, as kur gjë. Këto janë bidate, nuk kanë punë me muslimanët kur gjë. Këto bidate na kanë ardhur dhe na prunën shpirtin e në fyt, nuk jena na punë me kësa bidate. Mos fotni bidate në din, spastrani dinin, adhuroni Allahun, qysh na ka parasit Allahu te bareke ve taala, qysh na ka parasit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo me prezit dinin ton, me tradita dhe bidate, të cilat vijnë për lindje dhe vijnë për ndimi, vijnë për komunizmi, vijnë për krishterizmi, vijnë për evreizmi, vijnë për botës lindore perëndimore dhe na përzin e feja që është përzi feja të krishterëve, është përzi feja evrejve. Pa pyetje sa të krishterët, pyeti krishtendellat, pyeti e krishtendellat fal, viti i ri, e kujt është? A është tyne, as është tyne? Pyeti, festimi i datëlindjeve, i kujt është? Martesat këtë formë që i bojnë, a është tyne apo huja? Dhe shumë sene tjera, po edhe varrimi i të vdekurve, dhe ceremonitë fetare, dhe shumë gjëra tjera. Pyeti krishterët, pyeti, ama ata që dinë, të kujt janë? Nuk e dinë, por kanë toleruar.
të lërë pak aty, shë pak aty, shë pak aty pak, edhe përzien gjanat, edhe nuk dihet më bëhet tradita, bëhet me fe bashk, nuk dallohet cila tradit, cila fe, cila është e futne, cila është në bazë, dhe pëtillë dhe krijohet një fe e re de facto. Andaj ne jemi të urdhëruar në mënyrë të prerë që bidatet mos t'i lejojmë më futen din, sepse bidatet e shkatrojnë dinin. Bidatet janë më të rënda se sa haramet. Sepse haramet janë harame dhe din që janë harame. Musliman den kiamet e din që alkoholi është haram. Dhe ka për muslimanve që pinë alkoholin, plet ka sa dush. E kanë pinë këtë pejgamberit musliman, tinza, ka në që ka pije. E ka pije dhe mas andej, herë zbulohet dhe ndëshkohet dhe shumica nuk zbulohen. Po flas kur ka qenë dynja më marë, sepse sot hapta zi pinë alkoholin, por me gjithate, ai nuk e dëmton fen ton, e dëmton fen e tina. Ndërsa fen ton se dëmton, Islami nuk e dëmton. Ndërsa kur futen bidate dhe njerëz mendojnë se është prej feje, si për shembull shku me sill kollavorreve, me shku me prej atje kurban, me mendu se një traditë është pjesë e fesë, runa zot diçka, atëherë përzihet. Kjo është rand. Pra këto bidate të randa, për atë arsye duhet luftuar bidatet më shumë se sa që luftohet harami, sepse janë haram dhe më të madh se sa harami. Allahu na qoftë në hajër, ya Rabbil Alamin, e na ruaj dinin, e na ruaj imanin dhe na bëf me tu me faqe të bardh dhe me vdekjen faqe të bardh, e me dal para Allahut me faqe të bardh, në mënyrë që të jem krenar, nesër kur dalëm para Allahut me këtë Islam dhe Allah i madhruar të ndriçon fytyrat tona e të na mëshiron atë botë, që na ka mëshiruar këtë botë, inshallah taala. Zoti është i kënaqur me neve, sa të jem këtë dynja, e kënaqur me neve, ditën që kena me vdek, i kënaqur me neve, natën që kena me pyet natën e vorrit, i kënaqur me neve, ditën që kena me dal para tina, ditën që kena me dhon llogari. Allahu na forcoft, na mëshiroft, ya Rabbil Alamin, dhe ta anën xhenet na qoft. Zoti din më së miri, wallahu alem. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadin.